Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Allahun e falenderoj për këtë falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurim mes kujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është shërbull i dërguar i Tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Me lenin Allahut vazhdojmë me historinë e Musait alayhis salam dhe me disa dobi imanore që mund të nxjerrim prej atij rrëfimi. Kjo është hutbja e tretë që jemi duke folur për dobit që kanë të bëjnë me rrëfimin e Musait alayhis salam. Dobit përgjithshme për shkak se dobi ka shumë, mirë po unë kam zgjedhur vetëm se disa që besoj neve më së shumti na interesojnë. Me lenin Allahut sot do t'i përmendja edhe 5 dhe me këtë do e përfundoj inshallah këtë cikël ose më mirë me thonë do të thotë këto ligjërata rreth dobive që ka mundësi të nxjerrim prej rrëfimit Musait alayhis salam. Një prej dobive që nxjerrim prej historisë Musait alayhis salam është fakti se Musa alayhis salam nuk e ka pas lehtë qoftë me Firaonin, qoftë me bijtë e Israilit ose me Ben Israilit. Kanë qenë një popull që pejgamberin e tyre kanë respektuar, po megjithatë kanë bërë lëshime. Kur ka çështja më e rëndë dhe e kanë pa me sytë e tyre, vështirësinë se Firaoni po u shkon mas, kur kanë dashur të dalin prej Egjiptit dhe të nisën për në Palestinë, drejtimin e Palestinës, kanë arrit deri te lumja ose te deti dhe nuk kanë pas mundësi ka të shkojnë. E vetmja zgjidhje ka qenë që të kalojnë në përdet, pa anije, pa kurrë. Kjo ka qenë e pamundshme. Derisa nuk do një mrekulli. Këtë mrekulli e shohin ata me sytë e tyre. Mrekulli që Allah Zogjel nuk ja jep çdo kujt, ja veç pejgamberëve të Allahut Zogjel. Allah jep urdhër Musait alayhis salam që t'i bie me shkop detit, deti çat, edhe ndahet dy pjesë, njëra pjesë bëhet sa kodra, tjetra pjesë bëhet sa kodra e madhe, edhe kalojnë pa asnjë problem. Plus asaj, shtojnë e dimi gjithë që deti poshtë ka lloç, edhe kalimi nëpër të është problematik dhe s'ka mundësi që me kalu let. Allah Zogjel çdo sen e lehtësoi që ata të kalojnë edhe të ikin prej Firaunit. Problemi këtu ku është? Pse Allah Zogjel ja dha Musait alayhis salam këtë mrekulli? A ka mundësi që t'i japë diçka të ngjashme një njeriu thjesht? Ndoshta jo të tillë. Mirë po megjithatë një vështirësi më lehtësu po. Kur ti e njeh Zotin tënd rati. Kjo është rregull. Nëse ti e njeh Zotin në rati, Allahu do të njohë ty në vështirësi. Nëse ti e ke kujtu Allahun kur ke qenë shëndosh e rahat pas një lloj problemi, atëherë Allah do të kujtojë ty kur ti je më së shumti në vështirësi edhe në siklet. Nëse do që Allah të njohë ti kur je më keq, atëherë dije që ti dush pa tjetër me njohë Zotin tënd në rati. Allah nuk ka mundësi që të njihet ndryshe përveç se nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij. Sa më shumë që robi e njeh Zotin e tij, aq më shumë e do. Ata që pretendojnë se ne e duam Zotin, realisht nuk kanë as dituri. Ata mund që të pretendojnë me gjuhët e tyre, po realiteti është diçka tjetër. Zemra e tyre dëshmon të kundërtën. Për shkak se zemra është realisht generali e gjymtyrt janë ushtartë. Ato duhet patjetër me reflektu. Dashuria duhet patjetër me reflektu. Kur njeriu do dikan, shkon ja shprehat, angazhohet për të, mundohet ta ruajë, ta mbrojë atë, e kur e do robi Allahun, atëherë mundohet që t'i afrohet atij. E ti kur e shef se dikush nuk i afrohet Allahut, atëherë kjo tregon se ai ka problem me realisht kuptimin e domethënies dashuri që e ndjen për Allahun Azza. Pretendim i rrejshëm, jo i vërtet. Sa më shumë që e njeh Allahun, ja njeh emrat e tij, ja njeh cilësitë e tij, as më shumë shkon ka Allahu. E kur e do Allahun, atëherë adhuron. Qoftë vështirësia apo qoftë rehati. E kur je në rehati edhe njeh Zotin tënd, atëherë kur e ke marrën dhe je siklet më të madh, atëherë dije që Allahu do të shpëtojë nga vështirësia. Prandaj mos u çudit kur deri dje nuk e ke njoh Zotin tënd. Edhe Allahu ta ka thënë një sprov, edhe Allahu nuk përgjigjet, mos e fajso Allahun. Allahu nuk ka faj. Allahu nuk është i padrejtë, Allahu është i drejtë. Allahu gjykon me drejtësi, Allahu nuk gjykon me padrejtësi. Vetmin që mundesh për me fajsu, është vetvetja. Kur kush tjetër. Fajsoj veten se ti nuk e ke njoh Zotin tënd, kur ke qenë shëndosh e mirë, për shkak se ti nganjëherë ndoshta edhe ndon kusht. Kusht është që ti o Zot, nëse mund ndihmon, unë të adhuroj.
Ama kur e shet që Allah të sprovon, atëherë zemrohesh me kanë me Zotin tënë. Krijes që ke dalë prej hiçi, s'ke qenë kurkun fare. Hiç. As që e paramendu ndonjëherë se ke me dalë këtë dunjë, as nuk ka njoh kurkush, as nuk ka thirr kurkush, as nuk ka kërku që qesh dikush. Po Allahu e ka caktuar që ti me qenë. Ka ardhur momenti caktimi Allah që ti me dalë këtë dunjë, edhe ke dalë, edhe ti nesër si krijes e dopt që ke dalë prej hiçi, me ndu kusht kujt krijuesi tan duhesh bajki me pas guxim, o duhesh me qenë naiv i madh. Njonja po. E ti kur i ndon kusht Allahu që nëse ti o Zot të mban mirë, unë të adhuroj, nëse jo nuk të adhuroj, atëherë bajki duhesh me ro vetës mas, për shkak se ke defekte dhe ke problem. Musa a.s. momentin që arritet e deti kur e pon Ben Israel që s'ka më, i than o Musa na zum, s'ka më, ka me dal. Çka tha Musa a.s. Kjo është mendimi i mirë për Allahun. Bindje e fortë. A njeri ka qenë i kapur për fenë e Allahut fetar, pejgamberi i Allahut. Zemra e tij ka qenë lidhur për Allahun. Ka thonë kella, ka thonë kurse si, inne ma ja rabbi se ehdin, me mua është Zoti im i cili do të më udhëzoj se çfarë të veproj, çfarë punoj. E ashtu ndodhi. Allahu pastaj i shpalli atij që biri detit o Musa, që të çat, edhe të kaloni Samalet, edhe ashtu ndodhi. Kjo është mrekulli, kësa i thot mrekulli. Dikush thot, po si ka mundësi? Ka mundësi, be? Po mirë, çaj i cili e krijoi detin, nuk ka mundësi për me ndal detin. Shumë thjesht është, s'ka nevojë këtu për filozofi, nuk ka nevojë që të mohohet diçka që ti realisht s'ka mundësi për me pa një send që realisht të më këton njeriu, keni pa disa prej ateistave të cilët i mohojnë, jo po s'ka mundësi kështu me ndodh, jo po ka mundësi kështu me ndodh, po jo logjika se pranon, po mirë. Cila logjik? Kush e ka kriju logjikën tonë? Po Zoti e ka kriju. Kush e ka kriju? A e ke kriju ti? A e kriju ti vetë? Jo. E po atëherë çka ke? Kush e ka kriju tokën edhe qiellin? Allahu. Kush e ka kriju detin? Allahu. E keni parasysh se ka det që nuk bashkohet? Është det i njelmt edhe det i ëmbël? Që të ditë kur bashkon njëra me tjetrën nuk ka mundësi që të përzihen. Edhe uji që gjendet mes tyre nuk është i njëjtë sikurse uji që është ky i njelmti me atë i cili është i ëmbël, është tjetër ujë. Krejtësisht ndryshe. Kush ka mundësi me bokët? Takohen, bashkohen, po nuk ka mundësi që të qëndrohen njëra me tjetrën. Allahu. Për Allahun është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë. Veç thot bëu do kry. Kryesorja Musa alayhis salam shpëton. Nonën tjetër, pala tjetër, Firauni. Firauni dëshiron edhe ai që të ecë. Mirë po ndodhe kundërta, Allahu i përmbys. I përmbysën do thotë i përfshin ujë dhe mbyten. E Allahu tha, al-an wa qad asit. Atash, ti marrët, ke refuzu, edhe ke qenë krelart, i ke refuzuar dhe të Allahut. Tash s'ka ndërmend ti për me kërku Allahun, pash vonë. Edhe në fund përmbyshet. Përfundimi keq. Ata të partë kalun, ky i dyti mbet. Mos u çudit edhe ti nesër se do mbetësh, nëse normalisht nuk e ke njoh Zotin tan kur ke qenë në rahati, në qetësi, kur gjitha i ke pas. Po ndjekja e epshit, pasimi i tekëve ka qenë shkak që ti as fare me të shku mendja që me shkel këmbë të xhamin, ose mironsesh dhe Allah ta soçel. Yunusi alayhis salam, një pejgamber tjetër. Shikoni ka qenë pejgamber i madh. Megjithatë Allah soçel çfarë tha për ta? Felaula ennehu kana min al-musabbihin. Sikur mos kishte qenë Yunusi prej atyre që kanë adhuru Allahun, lelabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Do kishte qëndru në barkun e peshkut deri ditën e Kiametit. E dini që e ka gëlltitën balena Yunusin alayhis salam, po nuk e ka mbyt, nuk ka vdek. Edhe kjo është mrekulli. Nuk ka vdek. E Allahu tha sikur ky mos ta kishte adhuru Allahun. Ky kishte për me qëndru në bark deri ditën e Kiametit, me ta bë me dije. Mu edhe ty edhe qetrit, se nëse ti e adhuron Allahun në rehati, Allahu do të njohet ty në vështirësi. Nëse ti nuk e njeh fare Zotin, mos e kërko kur ti je në vështirësi, për shkak se nuk e gjen. Edhe pse Allahu është Erhamur Rahimin, Allah megjithatë është i mëshirshëm. Ama dije që nuk e ke ndihmën sikurse ndihmën e qerve ose fare nuk do kesh ndihmë. Kjo është rregull. Ta shtin varet se e kupton, edhe në varet si punon. Po kjo është rregulli në esencë. Dobia tjetër, gjehli, ignoranca, padia janë shkaktari kryesor i idhujtarisë dhe po ashtu i gjitha gjunave që vijnë
më pas. Gjitha gjunat që janë pas idhujtarisë, me gjithë idhujtarin, shkaku kryesor është padia. Unë e thash kur njeriu e njeh Allahun, ai e do, edhe e njeh Zotin e tij, e di që Zoti përveç se që fal dhe dënon, se te ne shpesh njerëzit kur folin thon Allahu fal, po fal. Ama Allahu dhe dënon. Edhe dënimi i tij është i rrept. E nëse do që Allahu për me të fal, atëherë njihe Zotin tënd, edhe afroju atij, se sa më shumë që e njeh, as më shumë ja ke frikën. Sa më shumë që e njeh, e di kush është Zoti yt, e di se fal, edhe di se është i madhërisëm, po e di se edhe dënon. E kur e di që Allahu po dënoj ka, atëherë ti ndalesh edhe e përbën veten tënde, plus asaj mundohesh me shtu dijen se ai i cili do për me njoh Zotin e tij, ai mundohet për me shtu diturin rreth atij. Kur e do dikën, e ke po, t'intereson numri i tij, adresa e tij, e shtëpia e tij, e çfarë ha, edhe çfarë pi, e ke po kur dashurohet, i dashuruarin, dashuruarën, çka bën? Njëri me qetrin çdo detaj që ai e do, me ushqime, me pije, e me preferenca, me gjitha do mi dit, thosë se e du, edhe du që sa më afër asaj, ta mirë kuptoj që mos kemi problem. Po mirë, masi ti po thu që po e doj ke Zotin, atëre pse nuk po do me dit për Zotin? Pse po ik? Pse nuk merr me marr me lexu, ose me prezantu, në përligjërat ose me marr libra me lexu, me vedisu veten që mo të shtu dija rreth Zotit tan. Ti patjetër duhesh me njoh se ti hajsh adhuron një Zot që duhesh me ditë se kanë të adhuru. Ti nuk mundesh me adhuru dikën që nuk e njeh. Po duhesh me adhuru dikën që e di dhe që e njeh. E që është Allah Zogjel. E kur e njeh mas shumë ti, atëre mas shumë ti ja ke frikën. Prandaj tha Allah Zogjel, inna ma yakhsha Allaha min ibadil ulema. Ata që më së shumti ja kanë frikën Allahut janë pikërisht dietat. Dietat nuk kupton që ti me pas dije ku mi di sa, informacione. Qëllimi është ata që e ke, që të e shëndosh e sakt edhe ta nxjerrësh në vepra, edhe shihet do thotë ai frikë dhe ajo dije që e ke marr. Prandaj ka thonë pejgamberi s.a.s. Talebul ilmi feridatun ala kulli muslimin. Kërkimi i diturisë është obligim për çdo musliman. Obligim, madje pejgamberi ka premtuar ai i cili niset për të marrë dituri, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Allah do të lehtësojë atij rrugën për xhenet. Për shkak se ti veç më ke filluar me një Zotin, e sa më shumë që e njeh i ik gjunave, i ik mëkateve, edhe shkon ka ajo e cila Allah e do. E shkaku i gjunave kush është? Është pikërisht ignoranca. Është pikërisht ignoranca, padia. Populli i Musait alayhis salam, kur dulën, ata paramendojnë sa probleme kanë pas, sa vështirësi kanë pas, megjithatë i mohun gjitha ato. Çfarë forme? Kur dulën, kur e kalon detin, ti paramendoj tash me pas një tërmet. Edhe aman o Zot vesh shpëton. Edhe momentin që kryet edhe rregullohet çdo sen, më njëherë kërkon me adhuru dikën tjetër. Ashtë e çuditshme apo? Do thonë ti kanë e ke adhuru. Kujt je drejtu? Hecën edhe e pon një idhuj që adhuroni një popull idhujtar, edhe i than Musa alayhis salam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Thanë Musa, na bëj edhe neve një idhull tillë që ta adhurojmë, sikur sa ata që po adhurojnë. Paramendoj ti tash me shpëtu momentin më të rënd, edhe me të nxjerr pejgamberi pi një zullumçarit që s'mundesh me paramendu sot që ka tillë. Sa do me pas zullumçar, niveli i Firaunit është problem për marrit. Megjithatë, kur kalun i harruan gjitha, dhuntin, mirësin, shpëtimin, gjitha shpesh e ndodhet e na apo. Allahu të ndihmon ta leçon fundi, apo shkon i bën gjuna. Ti tamam një gjuna çona, ke qenë gjuna çona, s'ka mundësi me njëri gjunot. Ama bash deri në çat nivel, me shkon i dhujtari, më njëherë me shumë me kërku shirk më bo. E çka i tha Musa alayhis salam popullit vet? Innakum qaumun tajhalun. Ju me të vërtet jeni një popull xahil. Padijshëm se si ka mundësi për me kërku kët. Edhe u zemru Musa alayhis salam dhe ja tha këto fjalë, na shpërsi se Musa ishte edhe i madh, po duhej nganjëherë në bazë situatës e rrethonave me qenë edhe jashpër me ta. Se s'kishte mundësi ndryshe. S'mundesh ti me u marr vesh me ta. Një popull që ka vujt për vite të tëra, edhe me njëherë momentin e parë që e kalon një sprov, me u kthy me shku një dhujtari, është shumë e madhe. Ba i ki dush me qenën ignorant, edhe atë ignorant do thot i dhejt. E shpesher ndodhin edhe si senit e ne. Shpesher. Qoftë ne si individ apo si shoqëri. Shpesher i mohojmë dhuntit e Allahut pasi që kemi pas vështirësi, i harrojmë mirë, po kjo nuk është shenjë mirë. Kur pas një sprove,
që Allahu ta ka lehtësu, ti kthesh gjunot, dije se përfundimi i saj do jetë shumë i rëndë. E Allah mos na sprovë për të mundësive tona, dhe Allah na fal gjunat tona. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Prej pikave tjera është kujtimi i dhuntive të Allahut azza wa jall, një shtytës që e çon besimtarin të adhurojë Allahun më tepër. Musa alayhis salam ja kujtonte ben Israilve shpeshherë këto dhunti. Kujtimi i dhuntive çka nën kupton? Kujtimi i dhuntive nën kupton që ti ta kujtosh dhuntin që Allahu ta ka dhënë. Dhuntit janë shumë. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allahu thot, mirë, thot veten tuaj, nuk po mendoni? Ndalu pak, studioje, meditoje, shiko. Mjafton që ti me di se sa i fuqishëm është Allahu azza wa jall. Kjo është e para. E dyta, kur njeri ju kujton dhuntin, ka duhet me çun mohimin Allahut apo duhet me çun falënderimin Allahut? Patyshim falënderimin Allahut. Për shkak se njeriu i cili kujton edhe e di mirësinë e Allahut, atëherë ai person çka duhet me bë? Ai person duhet me falëndëru Zotin e tij. Ç'është apo frimarja? Shko, merri shikoj ata persona që nuk kanë mundësi për të marrë frimarje. Sa rande kanë, sa vështirë kanë. Ti merr pas një problem let me gjithë lehtësi, apo e kujtoj. Kur e kujton, atëherë thua elhamdulillah. E kujtohet, shoh pak dashnia për Allahun edhe shoh imani. Musa alayhis salam ja kujton të dhuntit. E i thoshte bijve të Israilit ose ben Israilve, ja qawmi udhkuru ni'matallahi aleikum, o popullin. Kujtoni dhuntit e Allahut që Allah juve u dha. Idh ja'alakum fikum anbiya. Allah në mesin tuaj ka sjell pejgamber. Edhe është e vërtet, prej te Musa deri te Isa kanë qenë mesin e ben Israilve. Ka dhunti e para. Wa ja'alakum mulukan. Dhe poshtë ju ka bën mbretër. Mbretër të cilët ju do dominoni dhe ju do jeni pushtetar, kurse poshtë juve do jenë qertë. Edhe kjo është dhunti. Wa atakum ma lam yuti ahadan min al-alamin. Dhe ju ka dhënë juve diçka që askuj qerve nuk i është dhënë. Gjitha këto dhunti që i përmendi Musa alayhis salam, pejgamber të Allahut. Kjo është dhunti se Allahu ti ka çu pejgamber se qerve si ka çu pejgamber. Allahu të ka bë që ti të jesh dominues, pushtetar, se qertë janë pushteje. Edhe kjo është dhunti, dhe poshtu juve ju është dhënë diçka që qerve nuk është dhënë, dunjë dhe në ahiret. Gjitha këto mirësi, kujtoni sepse këtë formë ka mundësi që t'i ktheni Allahut edhe më shumë, edhe ta kujtoni më shumë. Thot Ebu Abdurrahman el-Hubuli, e kam dëgju Abdullah ibn Amr ibn al-As, se erdhi një njeri dhe e pyeti, i tha, a nuk kemi ne të varfrit muhaxhir emigrues? I tha Abdullah ibn Amr ibn al-As, tha, a ki gru kustreueshte ajo? Tha, po. A ke shtëpi që banon? I tha, po. Tha, ti e pasanik, që ke edhe shtëpi, ke edhe gru. Ke edhe shtëpi, ke edhe gru. Tha, jo vetëm se kaq, tha, kam edhe shërtor. Atëherë tha, ti e mbret. Ti e mbret. Se vesh mbreti ka edhe gru, edhe shtëpi, edhe shërtor. Po njeriu nuk i kujton dhuntit Allahut. Edhe çdo herë ankot, edhe çdo herë kërkon më shumë. Edhe asnjëherë nuk e gjen të kënaqt. Innal insane khuliqa halua. Njeriu është kriju i papërmbajshëm. Kur Allah jep mirë, kënaqet. Thot tamam, thot Allahu tash më ka dhënë. Kur e sprovon, thot Allahu nuk është i drejtë me mua. Kur i jep, bën të koprac, nuk jep. Këto janë cilësi do thotë që kallëzojnë se personi do thotë nuk është stabil, nuk është i qëndrueshëm, është i papërmbajshëm. Kjo është një prej dobive. Dobi tjetër prej mësimit Musa alayhis salam është që Allah nuk shihet në dunjë, Allah shihet në ahiret. Musa deshi ta shohë Zotin e tij me sytë e tij dhe shkoi në vend takimin me Zotin kohën e caktuar, vendin e caktuar. Edhe kërkoi prej Allahut ta shohë. Mirë, po Allah zoti çfarë i tha? Rabbi erini endur ilejk, tha o Zot, ma mundëso që të shoh. Allahu i tha, kale lën terani, ti s'ka mundësi për me mpa. Po nëse do tha shikoj kodrën, e nëse kodra do mbetet stabile, që ndrushme atëre, ke për me mpa. Edhe ashtu ndodhi. Allah Zogjel çfarë bëri? Allahu u shfaq vesh pak. Drita e tij, një pjesë e dritës nga Zoti i tij, kur u shfaq e bëri kodrën thërmi, u prish. Edhe Musa si rafik. Çati Musa e pa se s'pas ka mundësi për me pa Allahun. Allah nuk shihet në dunjë. Ata që thonë që e kemi pa Allahun në ndër, ata realisht e kanë po një shejtan i cili është tallë me ta. Se s'ka mundësi Allahu më po në dunjë. Allahu shihet në ahiret.
Shihet në herë xhenet lit e shohin Allahun azza wa jall. Edhe madje kërkojnë që t'ja shohin edhe fytyrën e tij. Edhe kjo është një prej dhuntive begative më të mëdha që e ka xhenetlia. Dhe kjo është dëshira e çdo kujt i cili hyn xhenet. E andaj qartë ky është besimi e Ehlusunetit, se Allahu nuk shihet në dunjë. Prej dobive tjera, dhe me këtë po e përfundoj, është lëshimi i mjekrës, ka qenë udhëzimi i pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Pejgamberët e Allahut kanë pas mjekër, e kanë lëshuar mjekrën. Dhe ky është suneti i pejgamberëve të Allahut dhe vazhdon që qet suneti i besimtarëve. Kur them qëllimi është suneti të lëshimit se te mjekra që diskutohet, as që diskutohet. Kretë burrat e mëdhenj përgjatë historisë kanë pas mjekër. Nëse shikoni filozof, akademik, psikolog, shkencëtar, kanë pas mjekra. Burrat janë dallu me mjekra. Për shkak se grave nuk ju del, por ju del burrave. Edhe burri duhet për me lishu. Për shkak se është prej burnis, edhe e kallzon cilësinë e burnis. Mjekra nuk është fllësir, si thonë disa, ose lesh siç pretendojnë disa. Për shkak se kjo nuk ka të bëje me lesh, e nuk ka të bëje me fllësir. Edhe pastaj fillon për me thonë, jo po, kjo është e fllësh dhe duhet për me mbajt pastër, mashallah, më kupton. Ai nuk e ka zemrën e pastër, Allah nuk e do, nuk e adhuron, po e bën galën mërzin e mjekrës, se ju bëj ka pak me pluna, fytyra e tij e zez, për gjunove nuk intereson fare. Ajo late mjekër, nuk ka problem se 5 sekond mirë shades, fshinjet inshallah. Edhe që pluhën çka të bjen për mjekër, nëse të bje. Ti veç lishoj. Ky është udhëzimi i pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Musa alayhis salam ka pas mjekër, ka pas Haruni, krejt kanë pas mjekra. Nuk dihet në histori që një pejgamber ka pa mjekër. Nuk dihet në histori që një fetar i cili ka qenë këtë pejgamberëve të Allahut që nuk kanë pas mjekra. Kanë pas mjekra. Për shkak se e kanë ditë që është cilësia e pejgamberëve të Allahut dhe cilësi që besimtari duhet me pas. Kur shkoi Musa alayhis salam kur u kthyi prej mikatit, prej takimit me Allahun, e pa që populli i tij kishin pas bën një vepër çmtume. E kanë marrë arin, e kanë tubuar dhe e kanë ndërtu një viç ose një lop prej ari, edhe kanë bërë besqetni. Edhe Musa u zemru shumë edhe shkoi te vllai i tij Haruni dhe janë gjiti për mjekra. Kjo është argument që ka pas mjekër Haruni. Dhe i tha ja ibn ummi la ta'khudh bi lihiyati wala bi rasi. Tha o vllavi jam se vllai ka pas. Ka thonë mos më kap për mjekër, mos më shtrëngo dhe mos më ngjit për flok. Se Musa zemru, edhe ka një madh. Edhe i fuqishëm, ka thonë si ka mundsi ti me pas lënë çtu, me nejt, edhe ata me bëj çdo, s'ka shans. E kjo kallzon do thotë që lëshimi i mjekrës është suneti i pejgamberëve të Allahut azza wa jall, është tradita e tij e ne kemi për obligim me ndjek rrugën e tyre ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahum iqtadi. Allah është ata që i udhëzojnë rrugën e drejtë, thotë ti kapë për udhëzimin e tyre. Kjo është obligim që neve Allah azza wa jall na ngarkoi e jo na mbetet zbatimi, ai që e zbaton, ai që nuk e zbaton është problemi i tij, po megjithatë llogaria do vjen, sepse çdo njeri prej neve do dale para Allahut që të çapim llogaria. Lut Allahun azza wa jall që Allah na mëshiron dhe lut Allahun që të na fal, edhe të na udhëzon dhe lut Allahun që çdo musliman të vdekur Allah të mëshiron. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin.